Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakëll. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 kupat, mbretëresha e monedhave, 10 monedhat, 6 shpatat. Ju hyni në këtë javë me një ndjenjë shumë të njohur, 6 kupat. 6 kupat sjell të kaluarën, për disa mund të sjelli fëmirinë, për disa mund të sjelli fëmijë, për disa mund të sjell kujtime, njerëz të njohur, një ndjesi sigurie emocionale. Pastaj vjen mbretëresha e monedhave dhe ju jeni në një energji të kujdesshme, të qëndrueshme, që kërkon siguri dhe kjo përforcohet nga 10 monedhat, që nënkupton potencial për stabilitet familjar, financiar, emocional dhe në sipërfaqe gjithçka duket në rregull, por pastaj vjen karta që ndryshon gjithçka, 6 shpatat. 6 shpatat nënkupton se ju mund të largoheni. Për disa ndoshta bëhet fjalë për një udhëtim, por ky largim nuk vjen sepse nuk ka vlerë stabiliteti që ju keni, por ndoshta sepse nuk ju mjafton më ose nuk ju përmbush më. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk nënkupton krizë, por ndërgjegjësim. Por për disa mund të tregoj edhe një mbështetje ose ndihmë që mund ta merrni gjatë një periudhe tranzicioni. Kartat këshillojnë se ju duhet të pranoni që edhe gjërat e mira mund të mos jenë të duhura për ju në këtë fazë. Pra, mos qëndroni vetëm sepse është e rehatshme. Kalojmë tek familja. Në familje kemi asi i shpatave, asi i shkopinjve, 7 kupat, 8 shpatat. Në familje kemi një shpërthim energjie shumë të fortë. Asi i shpatave plus asi i shkopinjve nënkuptojnë se e vërteta del, një situatë ndiset, një fillim i ri hapet, ndoshta jo në mënyrë të qetë dhe mund të jetë një bisedë e fortë, një zbulim, një ekspozim, një moment ku gjërat nuk mund të fshihen më, por menjëherë hyn karta me 7 kupat, që nënkupton konfuzion, interpretim i ndryshëm i situatës nga të tjerët, pra njerëz që nuk shohin të njëjtën të vërtetë si ju. Dhe më pas 8 shpatat, ju ose dikush ndjehet i bllokuar, pra nuk di si të veproj, ose refuzon të përballet plotësisht me realitetin. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të qëndroni në të vërtetën tuaj pa u futur në kaosin e të tjerëve. Jo të gjithë janë gati të shohin qartë të vërtetën, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të dyshoni në atë që shihni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e shpatave, forca, temperanca, mbreti i shkopinjve. Në dashuri kemi një dinamik interesante, por jo të lehtë. Mbretëresha e shpatave nënkupton se ju mund të jeni në një modalitet të kthjellët, të prerë, jo më naiv ose naive. Pra, ju nuk hyni në dashuri si më parë, ju analizoni, vendosni kufi. Pastaj kemi kartën e forcës, që nënkupton se ju nuk reagoni me impuls, ju e përmbani veten, ju kontrolloni emocionin. Me temperancën, që është karta major arkana e shenjës së shigjetarit, kjo thellohet edhe më tepër sepse ju kërkoni balancë, nuk dëshironi ekstrem, dëshironi diçka që ndërtohet me qetësi. Dhe pastaj mbreti i shkopinjve, një energji shumë e fortë mund të hyjë në jetën tuaj. Mund të jetë një person me vetbesim dhe dominancë, me prani, me iniciativë, ose ju vetë hyni në këtë energji në raport me dikë, pra me shumë pasion ose duke marrë kontrollin. Pra ju jeni të rezervuar dhe të kontrolluar, por përballeni me një energji që kërkon të depërtoj këtë mur. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e mbyllni veten plotësisht. I ruani standardet tuaja,
por mos e ktheni kontrollin në distancë emocionale. Ndoshta dikush mund të afrohet me qëllim real. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 2 shpatat, mbreti i monedhave, budallai, 5 monedhat në të kundërt. Në punë, tensioni është më i heshtur. 2 shpatat tregon mos vendim, pra duket se ju po shmangni një zgjedhje. Mbreti i monedhave nënkupton stabilitet. Keni një bazë të fortë, një siguri, por pastaj vjen budallai, që nënkupton dëshirë për të filluar nga e para, për të marrë rrezik, për të dalë nga rutina. Dhe me 5 monedhat në të kundërt, nënkuptohet dalja nga një periudhë vështirësie ose mundësia për të mos qenë më në mungesë. Dhe kjo krijon konflikt. Pra konflikti është qëndrim në siguri apo hap drejt së panjohurës. Pra ka një dyzim të fortë mes sigurisë aktuale dhe dëshirës për të rrezikuar për diçka të re. Dalja nga situata është e mundur, por kërkon që ju të merrni vendimin dhe të veproni. Nëse disa po pyesin, a duhet rrezikuar? Kartat thonë po, por jo me impuls, me vetëdije. Nëse qëndroni vetëm nga frika, stagnimi vazhdon. Nëse rrezikoni me plan, hapet rrugë për përmirësim. Pra ju duhet të mos qëndroni në mes, sepse mos vendimi ju lodh më shumë se çdo zgjedhje. Edhe një hap sado i vogël drejt ndryshimit është më i mirë se stagnimi vet. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi përçarja ose prishja e rendit. Dhe kjo është thelbi i gjithë javës për ju. Diçka që dukej e qëndrueshme në gjendjen tuaj personale fillon të lëviz. Diçka që dukej e qartë në familje vihet në dyshim. Diçka që dukej e sigurt në punë nuk ju mban më. Por kjo nuk është negative. Kjo është një zgjim, është lëvizje, është dalje nga një gjendje që ishte bërë shumë monotone. Unë do të thoja mos i rezistoni ndryshimit vetëm sepse prish qetësinë tuaj. Ndonjëherë qetësia është vetëm stagnim i maskuar. Pra, kjo është një javë ku ju filloni në një gjendje të njohur dhe të qëndrueshme. Ndjeni që diçka nuk ju mjafton më. Në familje përballeni me të vërteta që trazojnë. Në dashuri ju mbani kontroll, por ndoshta ju ose dikush hyn me forcë. Në punë ju jeni mes sigurisë dhe një fillimi të ri. Dhe në fund ju do të kuptoni që nëse nuk e bëni ju ndryshimin, Zoti ose jeta do ta bëj për ju. Si do ta bëj? Me disruption. Paçim.